Ti mendon që do marrin partitë e reja vota? Tani, duke ditë, do të flas tamam drejtën. Unë pash një intervistë të Lapajt, pas një intervistë të Lapajt përballë, domethënë në opinion. Jo në opinion, do ta kesh pas në Jela. Një minut. Pas një video në opinion me Blendi Feziun dhe unë mendoj që në ka poshtërsi kjo media shqiptare, në ka një krye emër, unë besoj që ky është top of the tops. Dhe po t'isha me sinqeritet, po t'isha kështu shik, do i kontrollosha se s'bën nga i dhimburimet. Unë nuk e di, shoh që në momentin caktuar me ky do më godet Shqipërinë me kënaqësi më të madhe. Domethënë edhe kështu si me rolin e budallait, e ke qenë me ata me rolin e idiotit. Për shembull, në verë, sepse unë nuk flas me tifozlik, unë flas fare me tifozlik. Në ka Europë që sot tifoz, unë s'jam tifoz as me futbollin, s'jam tifoz, mas e kam natyrë që s'jam dot. Shisha e ujit e kam bler 10 euro diku se ku tha gjatë kohës vetë. Nuk e gjeti vendin. Dhe gjatë këtij emisioni i kishte dalë që në një fshat në jug, që nuk e nxjerr as fshatin në jug, që normalisht gazetari duhet ta nxjerrë fshatin në jug, apo? Se po e kry punë. Që pas kanë ble ato pas për shembull pronari lokalit pas ka ble botin me ujë, po këtë botin me ujë pas ka fut tek depozita e qytetit dhe pas ka ble ujtin nga çesma. Do më thënë, ta thush këtë përpara zgjedhjeve ose dhe përdesa s'ka ligj për këto detyrimisht janë këto idiotët se më pyete a do votohen këto lloj personash. Si ky. Nëse aty pat një moment dhe tha një gjotha, nëse do varet nga unë, tha, Edi Rama nuk do qëndroj në pushtet. Nuk do më thënë, sepse çfarë po kërkojnë? Po i duhesh 71 vota. Po, një minutë, çfarë po kërkon në fakt Adriatic Klapa, që ta kuptoj njerëzit, çfarë po kërkon Adriatic Klapa, po kërkon që të ketë mundësinë që vendi të shkojë një kaos. Më kupton, të ketë mundësinë dhe vendi të shkojë në një kaos. Dhe për këtë, pra kishte një moment që tha, një gjë thotë, do i votosh votat, do i bashkosh votat me pas asnjëherë, në asnjë mënyrë. Po me Sali Berisha ashtu le të marrim kryeministrin, në asnjë mënyrë, pa i çik më but. Kur tha puna e PD-s, po ta shohësh body language, ka një moment aty ngeli, domethënë që mos tjetë Saliu kryeminist për shembull në këtë qeverinë e tranzicionit, të jetë dikush tjetër, ky është dakord bashkojmë me PD-n. Dhe dalim ke Erla ndoshta që ishte me përballë me Manjanin. Bravo. Kur doli përballë me Manjanin, ishte të marrusën. Se i tha Manjanin një gjë, e di tha, dhe është një fakt, që e di tha për shembull që Shqipëria tha 2 herë tha që ka qenë kështu, tha 2 herë janë vrarë njerëz në rrugë, do më është botë madh. U tha botë që do, tha se do të fitoj, tha fryma e re. Se kush është fryma e re e këti ojëfëisti, se ojëfëist nuk e as zot, as fe, as adhe, as i gjo, je ndortum pler. Ojëfëist, duhet ta fusësh prap që ta twistësh, që ta bësh Europë. Jo, po të flas me sinqeritet, sepse ata kanë kriju ca reflekse ku shko leku, ku është halli. Prandaj po thotë më, nuk është problemi se nuk janë është tjetër ojëfëist, për shembull kur ti do dhëm për diçka, se un kam për shembull një mike që i dhëm për qend. A më kuptoj, është një gocë kur e vepër. Ajo ndoshta ojëfë është ai problem, po unë e di se sa i dhëm asaj. Sa unë nuk mund të shkruaj dot që hongra mish. Në politikë është tjetër gjë. Po për shembull, unë nuk mund të them dot për shembull që hongra supë me mish se e di se sa i dhëm asaj. Tonë është gati më fuzi mund të bëj mish. Ta më kuptoj, sepse i dhëm kafsha. Domun nuk mund tallesh dot me ata. Unë e di se çfarë ndjenjë ka ajo për kafshën, se di jam kuptoj. Dhe kam 2 shoqë të tilla në Facebook, kam kuptoj. Dhe e di, këtë e di unë. Dhe unë e njoh
realen dhe njoh kushtirët njeriu. Por ajo që do dilja në fakt që ta shpjegoj tamam pjesën e problemit lapajt është kjo. Që ta dinë të gjithë njerëzit që kur bëhet fjalë për të shkatruar një vend është shumë kollaj. Dhe Shqipëria pavarësisht se ju duket shumë e prekshme, siç na u dukte neve në 90-ën, dhe prandaj më duhet ta them këtë. Na u dukte shumë okay në 90-ën që të kishte rromuja, sepse se menoshim që ato fabrika do zhdukeshin, nuk e menoshim që arsimi do zhdukesh, nuk menoshim që gratë do përdhunoheshin, ato goca do përdhunoheshin, do çoheshin nëpër Itali, pra se menoshim fakt, se menoshim do humbim shok shumë të mirë. Nuk ka shumë fare, më kupton, hajt më se ty pa ajo, që hajt më ti përplasim gjonët, pse jo? E më kuptove? Dhe të kuptosh pasojat që të japësh një kombi, këto si kishim menuar atëherë, dhe kur i shohim tash është një tmerr. Dhe t'ja bësh një vendi si Shqipëria, që në fakt është gjeri tani, sepse janë ca momente, është një shprehje shumë e bukur. Fake it till you make it. Kanë përsosur anglisht. Ne konkretisht, domethënë këtë 4-5 vjeçën e fundit, we did fake it, like, për shumë që, jemi një vend turistik, jemi një ekonomi e zhvilluar. Fake it do me thonë që e kemi besu dhe vetë. Dhe në fakt kanë fillu me rezultatet. Por tani, po të qovësh 2-3 vitet e fundit, ka fillu vërtet që biznesmeni shqiptar të kaloni një stad shumë të lartë të mendimit, të investimit, të parjes vërtet se ku duhet investoj që të vi jo vetëm turisti huaj, po dhe Shqipëria, do më shqiptari, mrena Shqipërisë të ore unë nuk e kom pakët Shqipërim, le të shkoj ta shoh, sepse është aq e bukur sa s'ka ku shko. Dhe nëse do të japësh ti vetëm një rrëmujt vogël këtij vendi, që është me pelena, s'ka hiç pelenat akoma. Që gati ri Grekun me telekamera, tak të filmohet të dhe e kemi pas Grekun deri 8 vjet përpara, që sa herë fillot e plazhi na huthen nga një anije mut. Jo, nxjerrte edhe pamje dhe 97-s. Bravo. Edhe nga janë një mut, këtë kishte kështu, më kuptove, plus me vajra e me gjona, dhe falë pikrisht këtyre kokave që ndoshta i pas kanë pi 30.000 se i plasit trapjet i me pike dira më 30.000 euro kura e ka vetëm me fol me të duhet i japësh i 30.000 në të saj që ka orën dhe po flasim për ata që ndryshojnë po flasim për ato koka që ka bota që ndryshojnë perceptimin e kombeve. Që se duhet që ta përmbledhim se e ke qef që të kalon degë, pa mirë atë të këtyre të 30.000 euro. Mos mu isë të rritë e partita reja, mos më kalon dega këtu, dega dhe se jam të kamet i varur. Dëgjon, ke partita këtë po shpjegoj. Po pra, atëherë je duke shpjegu këtë, që biznesmen, unë njoh shumë biznesmen, të cilët thonë, kemi një turizm më të mirë dhe më cilësor. Dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu, po kujdes ju lutem politika se kanë hallë se mos ju ikin. S'po ja u përmend emrat, sepse kanë filluar mo aty ju thonë, je lëpirësi i Edi Ramës, je lëpirësi këtij pushteti, ai s'do më ja ditë fare se o bë vet. Nuk ka marr kredi, nuk ka marr një tokë pa leje, nuk ka marr. Dhe këtyre po ju thonë nga Gjirokastra deri në Vermosh, nga Konispoli deri në Vermosh, në momentin që thotë aman kujdes me këto, këtyre ju thonë lëpirësit e Edi Ramës dhe këta njerëz që e kanë po të gjithë vetë. Tani, më të gjë. Nuk ka biznesmen këtu. Nuk ka person që, jo vetëm biznesmen, person që vërtet është duke punu. Që thotë të lutem, ose që i intereso politika, se nuk arrin ta kuptojnë politikën. Por që kuptojnë këte, që mos e shkatroni se është me vërtet sa është tu ndërtu. Dhe që t'i vej një kapak që të lidhen të gjitha këto. Të gjitha këto lidhen
nuk ka besoj person që është me PD dhe shqiptar, që nuk e shef që Sali Berisha do ishte mirë të luftonte për familjen e vet. Unë ke parasysh jam shumë i thjeshtë, nëse të luftoj për familjen tënde, është kryevepër fare. Çfarë më ndodh? Ti të kesh vilat më të bukura, po gjithë bota të viti shohë vilat e tuaja. Mos i bosim baramcur me kështu. Mos mi po me flori, me kështu gjona, të lutem. Ando just bëjt më të bukura të botës. S'ka problem. Pse? Se do vi turist, do shohë ato tuaja, do vi ta pi kafe dhe ka unë. Okay. E kupto, ky është sensi im. Po kur ti po lufto për Greku në fakt, dhe je i pompum nga Greku në fakt, dhe të gjithë to takime që janë jashtë, janë pikrisht, është dhe dora ti aty mrena, dhe ky 6 milion që thonë, është korrupsion, unë nuk them që janë le korrupsioni, sepse e di që mund t'jenë edhe nga Greku, se 5 milion vit i bje Greku këtu, ke këto UJF-t, ke këto panele, ke gjithë shka ndodhë në Shqipëri, që ta qesin mut e më mut venin, që nga vrasja ke ajo. S'me le me forë fare, sot kam përvën 2 ndërhymja. Jo, mund desh ta bësh edhe një 2 orë tjera, po do e mpyllim. Ma vëdis shafare. Jo, atëhere, do kishim qef që gjatë saj kohë të na bënit pyetje, se për këtë do votoni dhe pse do votoni. Dhe neve, që do themi, apo kështu, kjo ishte ide, apo jo? Do ishte, po. Po, dhe pse duhet të votojmë edhe ne për atë? Pastaj të premtën do t'ju japim përgjigje. Të premtën që vjen, është e premtja përpara fushatës. Dakor? Po. Natën. Natën.